Qysh në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet të vendosin për postin e presidentit të vendit. Ardian Arifaj, këshilltari i kreut të PDK-s Hashim Thaçi, ka konfirmuar për Tribuna Channel se Hashim Thaçi do të kërkojë votën e deputetëve për president në muajin shkurt, 2 muaj para se t'i skadojë mandati presidentës aktuale Atifete Jahjaga. Nuk kemi pse të presim deri në muajin mars ose prill. Thaçi do zgjedhet president në muajin shkurt. Ne presim që të respektohet marrëveshja për bashkëqeverisje mes PDK-s dhe LDK-s. E nga ana tjetër, Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në bazë të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i ri mund të zgjidhet në muajin shkurt. Sipas tij, në bazë të dispozitave aktuale, presidenti i ri duhet të zgjedhet më së largu më 7 mars, 1 muaj para përfundimit të mandatit të presidentës aktuale. Procedurat mund të nisen qysh në shkurt, të nënshtrohet votimit në Kuvend dhe të zgjedhet para datës 7 mars. Të pres 1 muaj deri sa të bëhet transferimi i detyrës zyrtare nga presidentja dhe pastaj të japet betimin në Kuvend. Krasniqi thotë se pavarësisht faktit se PDK dhe LDK kanë një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit, votimi është në dorën e deputetëve dhe se duke qenë votimi i fshehtë, atëherë votimi mund të jetë ndryshe nga marrëveshja e parapar. I pyetur rreth mundësisë që presidentja aktuale të marrë edhe një mandat të ri, ai thotë se deri më tani Jahjaga asnjëherë nuk e ka mohuar as pohuar nëse synon mandat të ri. Sipas tij, asgjë nuk dihet dhe se në Kosovë gjithmonë momentet e fundit janë përcaktuese.